Humbja e Shqipërisë përballë Polonisë ka dëshpëruar tifozët shqiptar kudo, por ka lënë shumë të pakënaqur edhe në Brazil. Zhgënjimi në Varshavë është pasqyruar gjerësisht edhe në mediat e këtij vendi, pasi nga ai varej fati i trajnerit Silvinho dhe i një rekordi të rrallë të trajnerëve brazilian. Në historinë e Kupës së Botës, në çdo edicion të saj më përpara, ka pasur të paktën një trajner brazilian në pankinën e skuadrave pjesëmarrëse. Kjo për faktin se Brazili ka qenë gjithmonë protagonist me një trajner vendas në drejtim, pa llogaritur edhe ata që eksportonte në pankinat e përfaqësuesve të tjera. Por kjo mori fund me emrimin e Carlo Ancelottit, i cili u bë trajneri i parë i huaj që do drejtojë këtë ekip në fazën finale të një botërori. Ndërkohë, trajnerët brazilianë që drejtonin përfaqësueset e tjera në përbot, nisën të eliminoheshin me radhë gjatë kualifikuesve, dhe i vetmi në garë ishte pikërisht Silvinho me Shqipërinë. Deri të enjte në darkë, pasi edhe rrugtimi i tij mori fund përballë Polonisë. Ndeshja dhe rezultati i saj është pasqyruar gjerësisht në mediat sportive kryesore braziliane, të cilat kanë theksuar se për herë të parë në histori, me përjashtim të ndonjë çudie të madhe dhe emrimi në momentet e fundit, nuk do të ketë asnjë trajner brazilian të pranishëm në Kupën e Botës, duke i dhënë fund rekordit unik që mbante.